طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek tefsiri gjuzit amme me komentim të Sheikhut Uthayminit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek surja An-Naziat, tek ajeti 15. Thot Allah subhanahu wa taala, atë ka mbërritur ty ngjarja e Musait, e tregon rastin e Musait alayhis salam, kur Zoti i tij e thirrë në luginën e shenjtë tua, ku i foli Allah subhanahu wa taala. Thot shko te faraoni se ai vërtet e ka tepruar. Po i tregon që duhet me shku me bot davet, me thirr në Islam, me thirr në fenë Allah subhanahu wa taala faraonin dhe thuaj a dëshiron më pastru, a dëshiron të pastrohesh nga kufri dhe të udhëzoj drejt Zotit tënd që ti ta kesh frikë atë. Thot kështu ai Musa i tregoi atij mrekullinë e madhe, se pejgamberët kanë pas mrekulli apo. Thot por ai e quajti të rrem dhe e kundërshtoi. Si zakonisht zullumçart i kundërshtojnë pejgamberët e Allahut. Më pas i ktheu shpinën dhe iku. Pastaj e faraoni i mblodhi njerëzit kundër Musait alayhis salam. U tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. E tha, e boni vetën krijues, apo? Prandaj dhe Allahu i dha një ndëshkim të rënd në ahiret dhe në këtë botë. Në të vërtetë kjo ngjarje dhe këshill për çdo që ka frikë Zotin. Këto janë 11 ajetet e surës Naziat dhe thot Sheikhut Uthaymin rahimahullahu taala, thot atë ka mbërritur ty ngjarja e Musait. Atë ka mbërritur është mesazh për kon? Për Muhamedit alayhis salam. Më thënë, aden se çka ka ndodhur me Musain alayhis salam, po i drejtohet Muhamedit alayhis salam, po njëkohësisht na drejtohet edhe neve muslimanëve, me na tregu se çka ka ndodhur në kohën e Musait alayhis salam. Domethënia që lidhet me profetin është kjo, atë ka mbërritur ty o Muhammed, ndërsa tjetra atë ka mbërritur ty o njeri, ngjarja Musait. Musai është biri i Imranit. Paqja qoftë mbi të, profeti më i vlefshëm që është dërguar tek hebrejt. Më thonë hebrejt ka pas shumë pejgamber që i ka dërgu Allah subhanahu wa ta'ala. Një nga 5 profetët vullnet fort, apo dhe më thonë ulul azmi që i thajnë. Pastaj thot, dhe më thonë si që janë Muhamedi a.s. Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isa, e gjithë këta janë përmendur në 2 vende në Kur'an, në suratul Ahzab. Po ashtu në fakt, historia Musait përmendet në Kur'an më shumë se histori tjera, nga se Musai ishte profeti i qifutëve, që në kohën e pejgamberit Muhammed ishin të shumë në Medinë. Më thonë sepse e dini rastin kur jahudit ju thonin muslimanve që ka marrë një profet, e dinin subhanallah që ka marrë një profet, po nuk e dinin që ka me qenë arab, sa ata ishin mësu çdo herë tek populli vetëm i ardh profetët e Allahut. Dhe kur Allah azza i sprovoi me arab, apo i sprovoi me arab, atëherë këta e kthyn, ja kthyn shpinën Muhamedit alayhis salam dhe e luftuan fen Allah subhanahu wa taala. Kur Zoti i e thirrin luginën e shenjtë tua, lugina e shenjtë që e thiri Allah subhanahu wa taala Musa alayhis salam, mja tregu shpallën, apo me fol me Musa alayhis salam, Zoti e thiri Musa dhe ai dëgjoi zërin e Allah subhanahu wa taala. Musa i foli me Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu kemi argument që Allah subhanahu wa ta'ala flet. Dhe libri Allahut, këto ajetet e Kuranit janë fjalë të Allahut. Dhe Kurani nuk është i krijuar. Thonë janë fjalë të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe një prej argumenteve kur debatoni me dikë, thuani këtë ajetin që Musa i foli me fjalë me Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtu është një argument me i tregu që Allah subhanahu wa ta'ala flet. Në një ajet tjetër thuhet, ne e thirrëm atë nga ana e djathtë e malit Tur, duke u afruar për bisedë. Suratul Maryam 52. Është cilësuar si një luginë e shenjtë sepse aty erdhi zbulesa. Zbulesa shpallja erdhi, apo. Shko te faraoni se ai ka tepru. I thot Allah subhanahu wa taala Musait alayhis salam. Shko te faraoni, Firauni, sepse ai ka tepru. Ka thonë që unë jam Zot. Ndoshta kthehet. Edhe me pas argument ditën e gjykimit që të ka ardhur zbulesa, të ka ardhur, domethënë profeti alayhis salam, të ka ardhur Musa alayhis salam me shpallje dhe të ka thonë që ktheu në dinin e Allahut.
dhe mos e lufto Allahun subhanahu wa taala. Mos me pas asnjë faktaj ditën e gjykimit për do thot arsyetim. Pastaj thot Faraoni ishte mbreti i Egjiptit aso kohë. Thot ai thoshte popullit vet se është Zoti i tyre më i lartë. Subhanallahu, çfarë zullumçar njerëz janë. Mi thon Zot vetit. Ka pushtetar edhe pse nuk e thojnë në kontekstin kështu unë jam Zot, po atë kanë Allah subhanahu ju ka dhënë mbretëri, ju ka dhënë pushtet, e ka ministrin, ku e diun e punëve të brendshme, ka ministrin e punëve të jashtme, ka policinë, ka ushtrin, krejt mediat i ka në dirigjimin e vet. Krejt pushtetin e ka pushtet të hekur të ka, ai menon që u bo Zot. Fitnë e madhe është, kur ti kiti këtë në dorë, veç e qënë telefonin, bëne qëta, edhe për njerë bën. Bëne këta, për njerë bën. Është fitnë e madhe kjo, sprovu është keq, nëse nuk e ki frikë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot çka? Thot Zoti i tyre më i lartë dhe s'ka Zot tjetër veç ti, thot. Faraoni tha, o pari, unë nuk di të ketë për ju Zot tjetër përveç meje, subhanallah. O ju pari, o ju milet. Unë nuk di të ketë Zot tjetër përveç meje. Unë jam Zoti. Që ju më i madhi, më i larti. Pi thot popullit vet. Ai pretendoi diçka që nuk i përkiste atij. Dhe thot duke shkelur të drejtën e dikujt të drejtën e Zotit. Kështu Zoti urdhëroi Musain alayhis salam me shku me mesazh, edhe me atë zbulesën që ja ka dërguar Allah subhanahu wa taala në malin tua, apo në malin në luginën e shejt tua, edhe me shku tek Faraoni. Në surën Taha lexojmë, shkoni ju të dy te Faraoni, vërtet ai e ka tepruar zbashku me Musain alayhis salam. Kush ka qenë? Haruni. Ka qenë Haruni. Pse ka qenë Haruni, shtrohet pyetja. A e dini pse ka qenë Haruni? Ndims. Pse ndims? Shkoni, pse Allah ju ka thonë shkoni, si ka thonë mish Musës, shkoni. Po, pse i ka thonë, pse ka kërku Musa alayhis salam Harunin? Pse e ka kërku? Se ka qenë krah, po ka qenë më orator. Dhe më thonë, i ka theksu ma mirë, dhe më thonë oratorin. Subhanallah, a i vreni disa njerëz vëllazni kanë shumë dituri, në shkrim janë shumë të fuqishëm. Mirë po, në oratori, në ligjërime nuk mush me ngu. Jo nuk mush me ngu. Ti e dinaj që ka dituri. Mirë po, artikulimin e fjalëve, apo oratorin e ka zero. Si ka thonë Allah s.w.t. Kjo është dhënë ti prej Allahut. Dikujt je oratori, dije s'ka heq. Apo me dhënë Allah subhanahu wa taala dituri dhe oratori lumë për ata. Mirë, po kjo nuk do me thonë që ka përgjithësia tek Allah subhanahu wa taala që s'ka oratori. Atëherë çka i themi personave të tillë? Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë lapsin. Ta ka dhënë mundësinë që mu kon i fuqishëm në argumentim me shkrim, qasu qasaj diturie. Dirën ta ka qilë qaty, qasu qasaj. Ka njerës për shembull shkoqin të majtë ligjërata, alhamdulillah, ka davet të madh, mirë po asnjë libër se ka shkrujt, ose asnjë përbledhje se ka bërë të shkrimeve. Më pse? Se ka qilë dirën Allah subhanahu wa taala. Nëse janë dy ond, sa mirë për to, apo? Por në anën tjetër nuk ka përgjithësi tek Allah subhanahu wa taala. Pastaj pjesa ku Allah subhanahu wa taala thot, vërtet e ka tepruar tughyan, do thot teprim. Dhe thuaj, a dëshiron të pastrohesh? Thot, këtu fjala është dhënë në formë pyetëse. Dhe thot, për ta nxitur Faraonin që mu pastru nga e keqja dhe që të largohet nga shkatrimi që po ushtron të atë shkatrim. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot, dhe të urdhëzoj drejt Zotit tënd që ti ta kesh frikë atë. Ai po dikujt ku ti thosh ki frikë Allahun, ai më shumë qartët më shumë, nervozohet më shumë. Ti më po më thosh ki frikë Allahun. Bile pejgamberi sa ka thonë, Allahu xhel i dhnohet me atë rob kur dikush i thot ki frikë Allahun, ky thot këshira punën tënde. I dhnohet. Po thot ki frikë Allahun, nalo muje shejtanin, subhanallah. Thot këtu fjalia të tregoj për të Zotit, do më thonë për të feja e cila shpije drejt Zotit. Po ashtu, thot Allah subhanahu wa taala, që ta kesh frikë atë. Ta kesh frikë, vllazni, ka khauf edhe ka khashje. Të dy janë frikë. Po që kjo khashje është frikë respekt. Kjo ndërsa khauf ka të bëj me frikën kur dalish malit edhe kur del një qen, del një tigër, apo ku e diune.
Edhe kësa i thënë khauf, nuk i thënë khashje. Khashje është për Allah subhanahu wa taala, frikë, respekt që kinde Allah subhanahu wa taala. Me dituritën thot, sepse fjala khashje, frikë ka kuptimin e asaj frike që ka si përbërs edhe dijen, zbashku me dijen. Ndërsa në rastin kur dija nuk është pjesë, atër është khauf. Khauf, do më thonë është frikë. Do më thonë dy terme të ndryshme, dy kuptime të ndryshme. Dallimi vret kur lexojmë këtë varg. Në të vërtet, ata që i friksohen më shumë Zotit nga robërit e Allahut, kush janë? El ulema. Apo? Thot suratul Fatir, ajeti 28. Khaufi është thjesht një lloj tmerri që e ka plën njeriu qoftë edhe pa pasur dije në një natë të caktuar mundet me dalë dikush edhe mu friksu, një kafshë e caktuar do t'i friksosh, por nuk e ki khashjen, nuk e kjetë frikë respektin, apo? A dëshiron të pastruosh edhe të udhëzoj drejt Zotit tënd që ti ta kesh frikë, njerëzit nuk e besojnë dhe nuk e pranojnë pretendimin e dikujt për profeci, përveç se duke shëshuar me një mrekulli. Për shembull, për atë arsye Allah subhanahu wa taala ju ka dërguar përveç profecinë që u ka dërguar, që i ka përzgjedh profetët e Allahut, pejgamberët e Allahut, ju ka dhënë edhe mrekulli, mu'gjize. Më thonë mu'gjize, më thonë mrekulli, që njerëzit mu bind, mi tregu, apo? Dhe normalisht i ka dhënë Musait a.s. mrekulli. Cëllën ja ka dhënë dy mrekulli ajtini? Cëllën është njëra? Edhe? Edhe në gjoks që e vendos në dorën në gjoks dhe del dritë, apo? Bukur. Kështu ai Musa i tregoi atij mrekullinë e madhe. Thot Musa i tregoi faraonit mrekullinë e madhe, për cilën mrekulli fjala është mrekullia e Musait për shkupin që mlidhen, pedeni rastin, historinë, mlidhen këtë sirbazat, dhe sirbazat e din që kjo nuk është sihr, se sihrin ata pedin çka është. Do thonë, kanë gjujt, gjarprinët kanë lëviz, ky me shkupin e vet Allah subhanahu wa taala ka mundsuar që më bë gjarp që i ka hongër ata dhe thot unë i besoj Zotit Musait alayhi salam. Më thonë edhe jonë pendu, se e kanë ditë që kjo e këti nuk është sihr, që kjo joni është sihr. Më thonë që kjo joni është sihr. Ha? Pastaj thot çka? Musa i kishte një mrekulli tjetër, kur e fuste dorën në gji, ajo dilte e bardh pa ndonjë mangësi, apo si dritë e bardh dilte. Thot nuk ishte punë zgjebje, por një prej mrekullive të Allahut, në atë kohë ishte përhapur shumë magjia. Dhe për atë arsye Allah subhanahu wa taala dërgonte pejgamber për kohën rrethonën e asaj kohe. Kohën e pejgamberit sa çka ka qenë për oratoria. Për atë arsye Allah subhanahu wa taala dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një oratori që u shmang, domethënë u çmendshin oratorët e asaj kohe apo poetët e asaj kohe. Se çfarë ajete, domethënë çfarë rime të ajeteve janë çudit. Jënë çudit nga kjo mrekulli Allah subhanahu wa taala. Dietarët thonë që në kohën e Isait alayhis salam çka ka qenë për hapur, ka qenë mjekësia. Atëherë Allah subhanahu wa taala dërgoi Isait alayhis salam me mrekulli për mjekësi, që i shëronte me lejen e Allahut të verbrit. Nuk shihnin, ishin të verbër, dhe në momentin kur i prekte Isa alayhis salam, ata u shëronin. Dhe kjo ishte mrekulli e kohës së Isaut alayhis salam. Tjetër mrekullia e Isaut alayhis salam i zgjonte nga varri, dilnin nga varri. Apo nëse vdisnin për një moment, Isa alayhis salam me lejen e Allahut subhanahu wa taala i zgjonte, domethënë në jetë. Thot shëroi të verbrit e lindur dhe ata me lebër. Po ashtu thot Isa i fliste të vdekurit dhe ai kthente në jetë. Diçka tjetër shumë më madhështore ishte se ai nxirrte të vdekurit nga varret, duke ndaluar pranë varrit dhe duke i drejtuar të vdekurit me fjalë, gjë që bënte që të ngrihej e dilte nga varri që mjekësia së kohë nuk e bënte. Mjekësia aq kishte arritur, kishte arritur domethënë evoluimin e madh që nuk mund ta bënte, sikur sot për shembull marrni profet, edhe aq është teknologjia e madhe dhe Allah subhanahu wa taala më sjell një teknologji që këto teknologji më qit për tokë. Çështoj i bjerë po them në atë kiasin apo kiasin e sotshëm apo krahasimin e sotshëm. Se sot çka është më interesantja? Është teknologjia. Teknologjia, më thonë, është interesante, dhe më thonë një evoluim që e ka bo shumë interesant. Edhe tash me qua Allah subhanahu wa taala një pejgamber që me bo një teknologji që koka e njerit nuk e kapë.
apo logjika e njerit nuk e kap që m'ju tregu njerëzve që ky është profeti Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu dietarët thonë se në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam mbureshin arabët nga oratoria, gojtaria konsiderohej si arritje e madhe dhe për atë arsye Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Muhamedit alayhi salatu wasalam si gojtar, si orator shumë i mirë. A dhe ajetet kuranore që shta me ato rrimet e tyre. Kështu që zemrat e atyre që nuk janë të gatshme me pranu udhëzimin, sa dushti 1000 argumente sille ai se pranon. Sheikh Albani thot që ai që don me pranu të vërtetën, edhe një argument nëse ka ai pranon të vërtetën. Spret nimi, hajt edhe një. Me një argument ai pranon të vërtetën. Pse? I friksohet Allahut subhanahu wa taala. Por ai quajti të rrem dhe kundërshtoi lajmin dhe nuk ju bind urdhrit. Ai tha Musait se ti nuk je profet. Madje ai tha se profeti që është dërguar te ju është i çmendur. Subhanallah. Sura Shuara 27. Dhe ai e kundërshtoi urdhrin e Musait alayhis salam, edhe thot më pas ja ktheu shpinën edhe iku. Një profetit të Allahut subhanahu wa taala. Pushtetari i madh, mbret i madh. Shejtani vjen, po vjen një bari, po themi, o dhe një profet që bari është, apo një profet që nuk ka pozitë edhe po thot, bindju në Allah, ku shjebre ti o më ngallëzan mu. Qështu thajnë, abi? A thajnë edhe shqiptarët e në thajnë. Qaja pa leba, aj mu po më kalzaj kafe. Unë e kom pozitë, unë jam sosjete që thënë tërqit, unë jam njëri intelektual, nuk e uli unë vetën me shku me një katonar, me një malëk, me një bedoin, me një njëri që i bjen sesh dhe Allahot. Unë e pe uli vetën me ta. Qështu thënë shqiptarët? A thënë? Allah i thënë? Po ti s'pe uli për ta, vlajam, ti pe uli për Allahun subhanahu wa ta'ala. A din për shka e pe qka e ti kriju, pe kur gjoj e ti kriju, veç. Pejgamberi sa ka përdor fjalë të rronda ka përdor për atë person i cili do thotë i cili është mendje madh karshi krijimtarisë Allahu subhanahu wa taala. Ka përmend organin me emër pejgamberi sa. E ka përmend me emër. Më thon piçati ke dal, kur gjosje, do më thon me një aspekt. Heq kur gjosje. Një farë që gjuhët. Kur gjosje. E pejgamberi sa me ka përmend me emër. Si kur që shpërdorë sot penisi, që ashtu penis e ka përdorë. Ka thonë me emën. Jo sperma, me emën. Organin e ka përmend, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për me nënçmunat kontekstin për kujt ke dal. Ke dal për një pikë o vëlla, një pikë sperme ke dal e tash do më thonë për konsideron vetin si Zot. Kërkushi si e. Hiç bash kërkushi si hiç. Vdesish, ta han ato kryma ta han krejt trupin, jesish veç kocka aty, edhe që ato kocka ti han dheu aty, dhe jetë një aqbu dhemb, një pjesë ashtë kërbishtor, që aty i ki ketë adënën, dhe prej aty të prapë rikriosh, ki me darë për Allah subhanahu wa taala i shtangur. Hajde, bënu tash te mendje madh që s'do me pranu krijuesin absolut. Më ti e qaj, kërkushi heq. Pastaj thot, ai faraoni i mblodhi njerëzit dhe plot zë i mblodhi njerëzit dhe u bëri thirrje me zë të lartë në mënyrë që mesazhi i tij për të kundërshtuar Musain të ishte sa më i qartë, i mbledhë këtë njerëzit, apo ta më kallëzu. Kush jemi na po? U tha, un jam Zoti juaj më i lartë, tha, para mëna. Subhanallah. Tha, domethënë askush nuk është mbi mua, me që emri El-Ala më i lartë është dhënë në superlativ. Shiko se sa krye lartë është treguar. Para Allah subhanahu wa taala. Ai mbure me lumen edhe pushtetin e tij. Këtë mburën. Pushtet absolut kam unë. A përpara kam pas pushtet absolut, janë kon edhe diktatorë apo ku e diunë, tash apet ka, për shembull opozita diçish o pak problem. Një dikaster për shembull e ka i opozitës, një dikaster tjetër e ka opozita, s'mund bash direkt me asi. Dhe më thonë, puna titës, Enver Hoxhës, sen, këta janë kon ma diktator, ndërsa tash disa, apo edhe pse, që vllazni, një pushtetar që se ka frikë Allahun subhanahu wa taala, çdo herë anon nga diktatorizmi. Vet natyra njeriut është. Vet trupi, ai shpirti e lyp valla. A do të që mos më aprish asnjëni këto. Vet e lyp. Edhe pse ata thonë që ligjet i lejojnë protestat, po s'ka qef me dal protesta kundër ti.
A i thot ligji është demokratik, demokracia e lejon protestat, demonstratat, e drejta ju e më për të valloj zemra i kollët ku t'i shë gjatë millet që kanë dalë kundër ti. Edhe jo mi bindshëm se cili thoni edhe ju. Se s'ka qef me kundërshtu, haptazi. Sepse është natyra njeriu që sisoj, që se dan. Apo dhe për ata arsye mundohet se cilën për shembull, çka politikat e ndryshme bëjnë, ju japin para apo i korruptojnë mediat. Që mos me fol kundër pushtetit, apo? Sepse media është pushteti i tretë, vllazni. Media është pushteti i tretë. Kur s'mundet për shembull populli, nëse është populli ja bën të mirë, nëse është populli me pushtetarin mirë ja çel, çështje të ndryshme jashtë shtetit tënd munohen disa media me i financu, thot fol kundër pushtetit. Për qëllimet e veta, apo me shkaktu trazira në mesin e musliman, çu i shohim na, domethënë çush janë këto ndodhit që bëhen. Ata thot për shkak ai mburi me lumenjet pushtetar, pushtetin e tij e kështu me radh, popullit të vet i thoshte o popullim, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit? Thot Allahu në Kur'an, përmend fjalën e tij. Thot dhe i këtyre lumenjeve që rrjedhen pranë meje. Thot a nuk shikoni, a nuk jam unë më i mirë se ky i mirë që e ka të vështirë të shprehet qartë? Pse pa akuzon pejgamberin e Allahut. Tham që Musa alayhis salam ka pas pak probleme me artikulimit, po dhe më thonë, edhe çfarë akuzimi për i ban. Por çfarë ndodhi? Zoti i Madhrishëm e fundosi në ujin me të cilën mburrej. Me çatuj që mburrej, e fundosi çaty. Dhe Musa alayhis salam veç e preki. Edhe u çel. Subhanallahu, njeriu që shoh la ilaha illallah, peshe përpara detin. Pejgamberi i Allahut veç pe prek me shkop dhe po qilet mrekullim, mrekullim peshe mrekullim. Miliona tona ujë. Paramendo sa ujë është aty dhe po qilet deti. Po shkon pejgamberi Allahut, mas pejgamberit populli i tij, në anën tjetër peshe mrekullin, hala po shkon edhe me luftu Musa alayhis salam. Pastaj thot çka? Prandaj thot Allahu i dha një ndëshkim të rënd në ahiret dhe në këtë botë. Pra Zoti i Madhreshëm e dënoi ashtu siç ditë dënoi vetëm ai. Pjesa një ndëshkim të rënd në ahiret dhe në këtë botë, pra e ndëshkoi në ahiret dhe në këtë botë, duke e bërë mësim dhe këshill. Domethënë, edhe në këtë botë e ka këshillu, e ka dënu, po edhe në botën tjetër pritë dënimi për to, kapital. Dhe thotë Allah subhanahu wa taala, në të vërtetë kjo ngjarje është këshill për çdo që ka frikë Zotin deri në takimin e radhës, me ajetin e 27, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.